Nëse ka histori që duhet të rrëfehen me zë të ngjirur dhe me zemrën që rre fort, është kjo. Kastriot Baftiu, një emër që duhet të shkruhet me gërma të arta në historinë e lirisë sonë. Vetëm 15 vjeç, vetëm një fëmijë. Në moshën kur shumë të tjerë luajnë me ëndrat. Por ai zgjodhi të luftoj për ëndrrën më të madhe, lirinë e Kosovës. Në një mëngjes nëntori të vitit 1983 në Prishtinë u lind një djalë. Emri i tij ishte Kastriot Baftiu, një emër që do të shkruhej një ditë në historinë e Kosovës, jo për gjatësinë e jetës së tij, por për madhështinë e veprës që la pas. Ishte fëmia i parë i Sahitit dhe Hyrijes, një familje që më shumë se dashurie për kujdesje, do të duhej të përballonte vuajtje, ndarje dhe në fund një dhimbje që nuk harrohet. Përpara se të vazhdoj me këtë histori prekse, ju ftoj ta mbështesni këtë video me një pëlqim dhe të abonoheni në kanalin Histori Epike. Kjo na ndihmon të sjellim edhe më shumë rrëfime të vërteta që nuk duhet të harrohen kurrë. Kastrioti u rrit në një kohë të trazuar, në një vend që flinte mbi dhimbje dhe ëndërronte lirinë. Ai nuk u rrit me përalla, por me rrëfime për burgjet e babait, për shpërnguljet e shqiptarëve dhe për pushkën e Shaban Polluzhës. Familja e tij u zhvendos në Gjilan aty ku kaloi vitet e fëmijërisë. Një fëmijë i qetë, por me sy që rrallë shihje tek moshatarët, sy që kishin thellësinë e dikujt që kishte parë më shumë se duhej. Shkollën fillore e kreu me sukses dhe nisi gjimnazin Zenel Hajdini, por nuk do të mund ta përfundonte. Jeta e tij do të ndërpritej nga historia. Një histori që se la të rritej, por e bëri të pavdekshëm. Por që të kuptojmë plotësisht këtë histori duhet të kthehemi më shumë pas, tek rënjët, tek babai i tij Sahiti. Sahit Baftiu u lind me 1 janar 1952 në fshatin Zhegovc. Që në fëmijëri, ai nuk e njohu paqen. Familja e tij ishte në shënjestër të regjimit serb. Regjimi e kishte shpallur familjen armike të shtetit. Kjo për shkak të Saqip Baftiut, i cili kishte rënë në luftën heroike të Shaban Polluzhës. Regjimi kërkonte që familja Baftiu të shpërngulej për në Turqi. Për 3 vjet me radhë mbi këtë familje rëndonin dënime, konfiskime dhe kushte çnjerëzore për mbijetesë. Në këtë realitet të egër u rrit Sahiti, i cili ndonse mbeti pa nën në moshë të re dhe u detyrua të kujdesej për motrat e vëllezërit, nuk u thye. Ai e vazhdoi shkollimin natën, punoi ditën dhe me mund arriti të diplomohej në Fakultetin e Bujqësisë në Prishtinë. E më pas u bë mësues në shkollën bujqësore të Gjilanit. Për breza me radhë, ai u bë mësimdhënës i diturisë, por edhe i dinjitetit. Në vitet 90, kur Serbia sulmoi direkt sistemin arsimor shqiptar, kur nxënësit u përjashtuan nga shkollat dhe mësuan në përshtëpi, Sahiti nuk u ndal. Ai vazhdoi të japë mësim, të frymëzoi dhe të përgatis të rinjt për një kohë më të mirë. Në këtë ambient u rrit Kastrioti. Ai nuk u mësua vetëm me abetarën, por edhe me idenë e qëndresës. Fjalët si liri, atdhe, dinjitet, nuk ishin fjalë të mëdha për të, ishin fjalë të zakonshme në shtëpinë e tij. Me 24 mars 1999, NATO filloi bombardimet kundër caqeve serbe. U duk se liria po trokiste.
Familja Baftiu, tani e përbër nga Sahiti, Hyria, Kastrioti dhe Korabi, u larguan nga Gjilani dhe u vendosën në malsin e Zhegovcit. Në këtë moment historik, ndodhi ajo që nuk ndodh shpesh. Një baba dhe një birë, një burr 47 vjeçar dhe një djalë 15 vjeçar. Vendosën që lirin nuk do ta shohin nga dritarja, por do ta kërkojnë nga fronti. Të dy u inkuadruan në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Sahiti mori detyra në mbrojtjen civile, ndërsa Kastriotit ju caktua një detyrë që përshkruan më së miri besimin që ata kishin tek ai. Vëzhgimi i terrenit natën. Ai nuk kishte armën më të madhe, por kishte zemrën më të fortë. Ai ishte ushtari më i ri në ato kodra, por shpirtin e kishte më të madh se shumë të tjerë. Dhe pastaj erdhi dita që ndryshoi gjithçka. 16 prill 1999. Forcat serbe nisën një ofenziv të ashpër mbi malsin e Zhegovcit. Qëllimi ishte i qartë, të thyhej rezistenca dhe të fshihej çdo gjurmë e jetës shqiptare. Komandat e UÇK-s dhan urdhër për evakuimin e popullatës civile. Sahiti u ngarkua me këtë detyrë. Por edhe kur gjithçka dukej në rregull, ndodhi e papritura. Në përpjekje për të shpëtuar familjen dhe për t'u tërhequr nga një zonë tashmë e rrethuar, Kastrioti, Sahiti, vëllai i tij Shahini dhe dhëndri i tyre Bahri Sadiku bien në një prit të organizuar. Armiku ishte i shumtë në numër, por asnjëri prej tyre nuk u dorëzua. Krismat e armëve heshtën më pas. Dhe toka e Zhegovcit mbeti me 4 trupa të shenjtë. Në ofenzivën e Zhegovcit, ku besohet se morën pjesë 6.000 polic serb, mbetën të vdekur 8 ushtarë të UÇK-s dhe 18 civil. Kastrioti ra ende pa i mbushur 16 vjet, por nuk ishte i vetëm. Ai ra në krah të babait të tij. Kjo nuk ishte vetëm një vdekje, ishte një akt i rrallë heroizmi, një amanet që do të mbijetoj përtej kohës. Çfarë mund të jetë më e dhimbshme, por njëkohësisht më madhështore se sa kjo? Një baba që bie me të birin në krah, një fëmijë që bëhet dëshmor për krah atij që i dha jetën. Trupi Kastriotit u varros me 17 prill në varrezat e fshatit. Më vonë, ai dhe të rënët e tjerë u varrosën në kodrën e dëshmorëve në Gjilan, për krah njëri tjetrit, aty ku prehen të gjithë ata që u bën kulla e lirisë son. Kastrioti prehet në kodrën e dëshmorëve për krah babait të tij, për krah historisë, dhe ne duhet të ndalemi për një çast dhe të kuptojmë sa kushton liria. Nëna Hyrie mbeti me vetëm një djalë, Korabin, një grua që humbi burrin dhe birin për të fituar lirinë e një populli të tërë. Sot ne ecim të lirë në rrugë që ata si pan kur të lira. Flasim shqip në shkolla që ata si patën, jetojmë ëndrrën që ata e paguan me jetë. Kastrioti ishte vetëm 15 vjeç, por historia do ta kujtoj si një burr. Sepse mosha nuk e përcakton madhështinë, veprat po. Nuk ka mosh për të qenë hero, ka vetëm zemër që nuk pranon të jetojë e robëruar.